Pjesëtar të parkut kombëtar Mali Sharr gjatë ditës së djeshme janë sulmuar nga punonjës të tur operatorit turistik Arena. Incidenti i djeshëm ndodhi për shkak se operatori Arena nuk ka respektuar rregullat për të lëvizur me shtypësen e borës ratrak. Në përpjekjen e djeshme të punonjësve të parkut kombëtar për të ndaluar lëvizjen e ratrakut me turist, është lënduar një punëtor dhe është rrezikuar jeta e punëtorëve dhe drejtuesve të tjerë të këtij parku. Por ende më e paqartë është se pse nuk është garantuar siguria e këtyre punonjësve të parkut kombëtar kur është kërkuar ndihmë në numrin për urgjencë 112. Gjatë ngjarjes së djeshme, përveç drejtorit të parkut kombëtar, udhëheqësit të departamentit për mbrojtjen e natyrës dhe rojtarëve të natyrës, në vendin e ngjarjes ishin të pranishëm persona të angazhuar nga operatori, sigurim privat, pronari hotelit Arena dhe rreth 50 turistë. Një pjesë e personave të pranishëm, të angazhuar nga operatori, hynë në situata konfliktuale me punonjësit tanë, duke penguar punën e tyre si persona zyrtar, duke cenuar dinjitetin e tyre personal dhe duke vënë në rrezik jetën dhe shëndetin e tyre. Për shkak të eskalimit të situatës, një person i punësuar në institucion në orën 9:15 nga vendi i ngjarjes bëri thirrje për mbështetje policore në numrin 112. Theksojmë se të gjitha thirrjet në numrin 112 regjistrohen dhe ky fakt mund të konfirmohet lehtësisht. Pas kërkesës tonë për ndihmë, nuk u ndërmorën masa ndaj kryerësve, as nuk u pengua përdorimi i mëtejmë i mjeteve. Të pranishmit e braktisën vendin me thirrje dhe fyerje. Për shkak të seriozitetit të ngjarjes, menjëherë pas përfundimit të saj, u drejtuam në stacionin policor në Tetov dhe paraqitëm kallëzimin përkatës. Konsiderojmë se ligjshmëria e veprimeve në teren duhet të jetë objekt i një hetimi shtesë dhe të thelluar, thonë nga parku kombëtar Mali Sharr. Situata është komplikuar më tej kur drejtuesit e parkut kombëtar kanë dhënë deklaratë në sektorin për punë të brendshme Tetov. Operatori turistik Arena në ndërkohë bën një pagesë në vlerë prej 300.000 denarësh edhe atë nga restoranti Arena me qëllim të shënuar të pagesës. Avans për kompenzim për ushtrimin e veprimtarisë me ratrak në rrugë të regjistruar. Drejtoria e parkut kombëtar Mali Sharr thotë se restoranti Arena nuk është operator dhe me parkun kombëtar nuk ka kontratë për ushtrimin e kësaj veprimtarie dhe nuk mund të ushtrojë veprimtarinë pasi nuk posedon licenca përkatëse për turizëm. Mjetet janë paguar pa faturë paraprake ose pa kërkesë për pagesë nga ana e institucionit dhe do të kthehen në ditën e parë të ardhshme të punës. Për rastin është njoftuar edhe sektori për krim ekonomik, njoftojnë nga parku kombëtar. Për rastin në fjalë, sot me njoftim ka dalë edhe sektori për punë të brendshme Tetov. Sektori për punë të brendshme Tetov po punon për zbardhjen e një rasti në Kodrën e Diellit, të denoncuar më 16 janar 2026. Sipas denoncimit, konflikti ka ndodhur rreth orës 8:30, kur punojësit të shërbimit të rojtarëve të parkut kombëtar Mali Sharr kanë tentuar të ndalojnë lëvizjen e makinave të dëborës ratrak të një operatori privat, duke u thirrur në mungesën e dokumentacionit përkatës për punën në zonën e mbrojtur. Një përfaqësues i hotelit Arena ka denoncuar se janë penguar pa bazë në kryerjen e veprimtarisë dhe se u është kufizuar lëvizja pa urdhër me shkrim. Nga ana tjetër, udhëheqësia e parkut kombëtar Mali Sharr ka denoncuar vepër penale, pengimi personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare dhe shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Gjëgjësisht se disa persona me ratrak kanë tentuar të shtypin punonjësit e parkut, me çrast një person rojtar është goditur me pajisjen mekanike dhe ka pësuar lëndime. Është denoncuar dhe sjellje e supozuar e papërshtatshme e një zyrtari policor në vendngjarje, për çka masa po ndërmerr Departamenti për Kontroll të Brendshëm, hetime kriminalistike dhe standarde profesionale. Sektori i punëve të brendshme Tetov po merr masa për zbardhjen e rastit, thonë nga sektori për punë të brendshme në Tetov. Në një komunikat të lëshuar nga parku kombëtar thuhet se në aksionin e djeshëm personat zyrtar të institucionit kanë vepruar ekskluzivisht brenda kompetencave të tyre zyrtare, me qëllim kontrollin e zbatimit të ligjeve, mbrojtjen e pasurisë kombëtare të shtetit dhe vlerave natyrore të Malit Sharr. Prandaj ngjarja e pakëndshme ndaj punonjësve të institucionit publik gjatë kryerjes së detyrës zyrtare përbën sulm ndaj shtetit, rendit juridik dhe ndikon drejt për së drejti në integritetin e institucionit si dhe të çdo punonjësit të tij.